E në intervista javës kemi nderin dhe kënaqësinë me u sjell kastin aktorëve të shfaqjes Qeni Baskervilleve me regji nga Kastriot dhe Jon Saqipi. Aktorët u zbulojnë shumë sa i përket roleve të tyre, pse jo dhe ju shikues të Nzum me ju informu se çka ka tre në teatrin kombëtar. Qeni Baskervilleve u mbajt si reprizë në teatrin kombëtar të Kosovës. Nzum ishte pranishme u sjell pamje ekskluzive pak para nisjes së shfaqjes. Po natyrisht është baston. Tani, duke vështruar këtë baston, çfarë më të thuash për Blerina Veseli, Bleron Hevziu dhe Djelza Dema ishin tre yje të mbrëmjes. Para mikrofonit të Nzumit thanë për shtypjet e tyre në lidhje me këtë shfaqje. Sonte pres që publiku me prit mirë shfaqjen, që e kam prit edhe në teatrat tjerë, pres që edhe në teatrat kombëtar me prit shfaqja shumë mirë. Çka ka të veçantë roli vetë ndoshta nëse krahasojnë prej shfaqjeve? Për shfaqjeve të tjera po foli për të tretë. Neve çka na dallon është që nuk e kemi veç një karakter, domethënë që e bart komplet shfaqje, kemi ndruar shumë karaktere brenda shfaqjes. Kjo është e veçantë e shfaqjes. Djelza Dema tregon pak për përditshmërinë e saj. A din qysh repriza shfaqjeve zakonisht kemi në ashta 2-3 herë muj, edhe që to 2-3 herë po mduket që këtë pritojna me ardhë, po që tash është bu njësoj për neve. Është tjera e parë që jemi të e shfaq Qenin e Baskervilleve në teatr kombëtar, po besoj që kanë me prit shumë mirë, se ka njerë që kanë po edhe disa në qytet e tjera, po që më kanë shkru që kanë marrë me po prap, si ju ka pëlqy, shqetësik edhe Bleroni që kemi ndrim të shpesh të personazheve të ndryshme. Nuk është e lehtë, është shumë e lashme, se kërkush nuk e di se çka ndodh prapa skenës, me bo me pa publiku, shokohet, po kjo e bën veçantë shfaqjen. Blerina duket se është personi që vonohet, e kjo bisedë kthehet në humor duke e ditë energjinë e mirë të aktorëve. Kishim me qujtë për tace, fatmirësisht, për këtë shfaqje, për këtë projekt, për procesin e punës deri këto, jemi konë shumë një ekipe mirë, shumë një energji e mirë ekipore. Nuk kemi përtu asë një ditë me ardhë në provë ose me ardhë në për repriza në për shfaqje. Për kontrazi jemi knaqë, edhe unë jam një shumë mirë që ku marrë pjesë në këtë shfaqje dhe i kam këta dy kolegë edhe një mbrapa në skenë atë që nuk po shihet, që e vlerësojmë shumë, edhe po shpresoj që në krejt projektet kemi me pas mundësin me bashkëpunu me këtë lloj energjie, me këtë lloj ekipe që edhe produkti në fund del edhe plasohet edhe te audienca, te publiku, që është energjia shumë e mirë. Audienca duke qartë se donte dhe pranonte këtë skenar kaq unik. Qeni Baskervilleve vjen me regji nga Babe Bir, Kastriot e Jon Saqipi. Jena mësu Kastriotin me na mbledh. Preve, jena të e prit Kastriotin prap edhe Jonin, këtë që ata s'pe marrin guximin, halojnë ato i prit. Po, na gjithë kena nevoj për një regjisor, se për vetë. Absolutisht po. Po për që ata edhe i kemi punë të ndarë. E për me mbyll kështu këtë intervistë të vockël, kjo shfaqje a do të ketë repriza të tjera? Nëse muna me përmbledhë me një fjali, që është vështirë, normal, mirë po, nëse një shtet ka kulturë, atëherë është teatri. Nëse don kulturë familjare është teatri, kulturë shoqërore teatri, kulturë shtetërore teatri, kulturë bashkëshortore teatri, në të gjitha aspektet kulturën e fiton brenda në teatr. Ajo që ka tha Blerina, magjia është të teatri, kështu që... Jo këtë quhet. Po, unë veti ftoj shumë njerëz për marrë me po, edhe nëpërmjet rrjeteve sociale mundona me inkuraju që me u bë prap pjesë e shfaqjeve, se janë largu shumë. Magjia e teatrit, kur nuk harxhohet, që sa më shumë që vinë, çaq më shumë ma gjepsen me teatrin. 2 pika kryesore. Pse është Djelza në këtë shfaqje? Pse është pika kryesore e shfaqjes Djelza? Jo, nuk është e vërtet. Na tret kemi role kryesore në shfaqje, nuk ka një rol dytësor ose tretësor.
Shfaqja, nashta që kena punu na, edhe që jemi 3 gjenerat ma e re, e kena bo një punë shumë të mirë, që krejt e kena po edhe për një me jënë mahnit prej punës që na e kemë bo, kështu që rinia ka shumë nevojë marrë me pa një shfaqje t'ilë, nashta edhe dikush inspirot për me vazhdu me aktrem, nuk i dijet, po shpresoj që kena me dhonë prap repriza tjera, ma mërmendja që po, nuk kena mundal me kaq, na vetë se e kemë qunë shumë venet Kosovës, shfaqja ka udhtu, madje edhe jashtë kufive të Kosovës, edhe po besoj që prap ka me udhan këto në Prishtinë. Në Zoom ju lë në shoqërimin e fillimit të shfaqjes, por sigurisht nuk duam që t'ua humbim ekskluzivitetin, sepse juve ju mbetët, mi marrëmëtsht mi ble biletat e me knaq shpirtin e synin me krijimet e tilla.